Kryeministri Edi Rama bën me dije se po punohet për ngritjen e një sistemi të ri për prokurimet publike, i cili do të bazohet në inteligjencën artificiale dhe do të ndërtohet sipas parimeve më të larta të transparencës, të përcaktuara nga institucionet ndërkombëtare. Gjatë një konference për shtyp, kreu i qeverisë tha se çdo njoftim do të publikohet në formatin elektronik të Bashkimit Evropian dhe njëkohësisht në platformën qendrore evropiane. Flet për mbi 40% të garave të bëra me vetëm një ofertues për një periudhë 10 vjeçare. Flet për një mungesë konkurrence që ndikon në çmimet dhe në kostot dhe për një kozgjatje mesatare të procedurës prokurimit të rritur me rreth 50%. Këto janë vetëm disa nga konkluzionet e raportit të Gjykatës Evropiane të Llogarive për vendet e Bashkimit Evropian. Nëse në mesatare kontratat me një ofertues vetëm përbëjnë 32.3% të kontratave në vendet e Bashkimit Evropian, për Shqipërinë ato janë masën 23.5%. Në Shqipërinë e vitit 2025, numri i prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e Gjykatës Evropiane përcaktohet se mesatarja e vendet të Bashkimit Evropian është 14%. Ndër të tjera, kryeministri tha se raporti i Gjykatës Evropiane të Llogarive evidenton problematika të konkurrencës në prokurimet publike edhe në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa theksoi se Shqipëria paraqitet me disa tregues më pozitiv se mesatarja evropiane për sa i përket kontratave me një ofertues të vetëm dhe numrit mesatar të ofertuesve për procedurë. Sistemi është planifikuar të ndërtohet me parimet më të larta të transparencës, të shkruara nga institucionet dhe organizatat ndërkombëtare. Të gjitha publikimet do të mbështeten në format elektronike të Bashkimit Evropian dhe çdo njoftim do të publikohet njëkohësisht dhe në platformën qendrore europiane Tender European Daily. Diella faktikisht do të shënojë kapërcimin nga një epokë në një epokë tjetër të bërjes biznes. Do të nisim nga rekrutimi i specialistëve të teknologjisë digjitale për këtë projekt dhe jo vetëm për këtë projekt. Ndërkaq, negociatorja për kapitullin 5, njëkohësisht drejtore e përgjithshme e Agjencisë së Prokurimeve Publike, Reida Kashta, solli një krahasim midis Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian, ndërsa theksoi se lidhur me këtë kapitull, Shqipëria nuk ka piketa të ndërmjetme, por vetëm objektivat e mbylljes, duke cilësuar këtë si një element pozitiv.